Mirlin Daku ka qenë protagonist absolut i ndeshjes së skuadrës së Rubin Kazanit ndaj Spartakut të Moskës në kampionatin rus. Një ndeshje ku shënoi 2 gola, por edhe u ndëshkua me karton të kuq. Mund të duket e çuditshme, por ky karton i kuq padyshim që ka lumturuar trajnerin Silvinho. Sigurisht aktivizimi i rregullt i Dakut i jepte mundësinë trajnerit të kushte një lojtar në formë në grumbullimin e kombëtares pas pak ditësh. Por nga ana tjetër kartoni i kuq ja sjell sulmuesin në Shqipëri shumë më shpejt se sa mendoi. Nëse Daku nuk do të ishte ndëshkuar me të kuq, ai do të luante të dielën e ardhshme ndeshjen e radhës me Rubin Kazan në kampionatin rus. Dhe në atë eventualitet ai do të mbërrinte në Shqipëri të martën në darkë në rastin më të mirë të mundshëm për shkak të itinerarit të udhëtimit, duke humbur stërvitje të rëndësishme para duelit me Anglinë. Me këtë karton të kuq udhëtimi i futbollistit mund të spostohet dhe të bëhet e mundur që Daku të vijë në Shqipëri që në ditën e parë të grumbullimit, duke lumturuar jo pak Silvinhon, sidomos në këtë periudhë kur alternativat në sulm janë me pikatore, për shkak të problemeve fizike të lojtarëve të ndryshëm.